Shkape që këtë dinë e radhës kamping për gjela. I kanë fut të tërë gjelat tu brenda në secilin nga veç këtij që ky është oficeri kryesor dhe ka dalë i kontrollon. Shiko, gjelat i kanë fut secilin më vete këtu. Ose i mbajnë në mënyrë ilegale për ndonjë ndeshje gjela që zien me njëri tjetrin e ti mu thedhësh baste, ose kush e di për çfarë kanë, se vezë nuk bëjnë këta, shi. U tërbua gjela, do dal po do të. E këtu është fiks, po do të dëgjosh bësh audio për gjela që ta kikiriku, se njëri do ja bëj deri pastaj, shi. E kanë mbush me gjela. Nuk e di pse i kanë, do të pyetur në njëri. Ja dhe oficeri gjelave rri për jashtë. Model vërtat. Këndoj 2 herë këtë tipi, se një hanga zëri. Sepse e kanë mbushur këtë gjën. Ja, ky duhet jetë biznes. No, ky tipi këtu në fshat thotë unë jam biznesmen, thotë jo se shi. Mango është ajo? Ka bëj ti. Mango. Ja dhe gjelat këto i ka zona rurale kur del këtu, kanë dhe me turina këtu, ikën vërdall. Këtu ke gjelat, atë kanë një gjë që thuhet rrugë e pastruar, rrugë e shtruar këtu, rrugë kryesore kjo që shikoni. Edhe siç u thash, këta jetojnë për jashtë, ha? Ja. Ato gjitha rrobat për jashtë, gjërat këtu jashtë, motorin jashtë. Krevatin atje, shy krevati atje në për jashtë me gjitha. Po kanë dhe lulet bukura, paktën edhe e kanë gjysmën e jetës e kanë thjesht tu, varreza motorra, shkape çik. Shi. Kanë bush me motorra të tjetër. S'vlejnë asnjë lek ata, edhe po duash marshojnë dritë në gjë. Edhe këtu, shtëpi thua ti po shi si e ka bër. Mbushur me vende, shumë bimësi e shile si gjithmonë. Dhe ne jemi gati të vemi tek ky vendi tani.